Fabian, çfarë do doje ti që Casey të merrte nga ty në muzikë dhe çfarë do doje që të mos e merrte nga ty? Shiko, unë do doja që Casey të merrte muzikën, ta merrte si profesion, po jo që të ushqehet me muzikën. Po, dhe mos të marrë ndjeshmërinë. Pra që të jetoj prej muzikës, ta ketë profesionin e parë, Mos ta ketë profesionin e parë. Ta ketë në formën e hobit edhe të formën e hobit, të jetë dikush, se jo se është një vajzë e bukur që mund të përcjelli emocione e publikut, të përcjelli kënaqësi publikut. Po Casey, përthoje? Se këtë thot, vetëm një gjë mos merr nga unë, se jam shumë i ndjeshëm dhe nuk duhet që të jesh në Atë kamera. Atë kamera. Ka Casey këtë përgjigje. Unë jam pak më i ndjeshëm. Pra ti do doje që Casey të mos ishte kaq i ndjeshëm sa je ti. Po. E uroj me shpirt. Pse? Po se bolla gjithmonë sa vin vite dhe kjo kupton që është më e rëndësishme, nuk është ajo vetë më ajo për këdilora e babës, unë jem gjithmonë pranë saj. Unë i lutem Zotit jem edhe 100 vjeç pas kësaj, po nuk i dihet jetës. Kështu që edhe ti mendoj që njerëzit e ndjeshëm e kanë pak më të vështirë për valljen. Jo, pak po e kanë shumë të vështirë. Ti vetë për shembull, nga eksperienca jote, duke qenë kaq i ndjeshëm, ke pasur momente të tilla kur e ke kuptuar që problemi ka qenë pikërisht ndjeshmëria. Atëherë, më shumë kemi bërë për tjerët se për veten tonë. Një nga pikat kryesore. Kjo është ndjeshmëria. Që nuk jam pishman, po që të isha pak më i racionuar, do ishte më mirë. Pra do me thënë nëse ti do kisha mundësi ta kthej kohën mbrapsht. 20 vite, asgjë nuk do doja të ishte ndryshe, por për Casey në uroj që të jetë çik më... Të jetë pak më ndryshe. Të jetë më e fortë. Dhe si e mëson ti Casey që të jetë më e fortë? I dhe mos u çaj kokën, mos u mërzit. Nëse i ndodh diçka për shkak të ta shqetësoj, po? Unë i them gjithmonë, mendoj gjithmonë të keqen se të mirën e ke prezent. Mendo si të ruhesh nga e keqja, të mirën gjithmonë aty e ke. Dhe ndonjëherë trombo pse nuk po më ndodhin gjërat këqija. Ka diçka që nuk shkon ndonjëherë. Po faktikisht se shiko, ti ndoshta e ke merakun nga që vje vetë ndjeshëm te Casey, por në përgjithësi të gjithë prindrit e kanë në vëmendje që ti mësojnë fëmijët që të mundohen të jenë mos kokçarës, pra të rriten të fortë. Të ruhen gjithmonë nga e keqja, të mirën e kanë aty. Këtë këshill, që mos u shqetëso, mos e vrit mendjen, sa më shumë të jetë mundur, se nuk është aq e lehtë të mos e vrasësh mendjen. Ashtu duhet. Kur jeton në një shoqëri në një komunitet apo jo? Kështu që kjo është një këshill që vjen prej teje edhe për ata që na dëgjojnë, besoj ju, në këtë rast. Kjo është këshilla e për fëmijën tim që kush do që ta marrë për bazë. Mos u shqetëso. Mos u shqetëso. Gjitha gjërat kalojnë. Çdo gjë kalon. Është këshilla më e mirë që vjen nga eksperienca e jetës. Asgjë nuk është dorën tonë, çdo gjë është e shkruar. E vërtet. Mirë, Casey ne kemi parë që angazhohet shumë edhe në videoklipet e tua, Sabian, her pas here, pra si modele. Edhe ti the që interpreton bukur, unë dua të sjell një fragment, e shohim mbulim tani, është kënga Chelsea i shtëpisë. Po. Ku Casey aty Po jo vetëm po gjithë baballarët. I trëmba ajo gjë, i trëmba. Është ajo vajza që ti i zogu vogël që ti e ke rritur. Po si po përgatitesh ti për atë ditë? Po nuk e mbaj mendje fare, më duket. Po se do marrë një dhëndër brenda dhe hajde. A e kalon fare në përmendje. Po mi mos ta mendojmë. Ajo është një zgjidhje. Ajo është bëhet në familje. Po ta bëjmë një zgjidhje. Casey ndërkohë nuk e di si i ke punët ti në fakt me zemër, nuk e di sa fleti me babin për këto gjëra. Flas shumë me babin. Flet, tregon, tash diçka do mbaj për vete se s'është të ndaj çdo gjë. Shumë normale dhe shumë e drejtë, patjetër. Figura e babait është shumë e madhe para me, nuk mund t'tregosh çfarë do lloj gjë, por ato detajet që duhen është i pari që... Edhe kur ke nevojë për një këshill, babi për një situatë caktuar, për një vendim ndoshta që duhet marrësh në një moment. Po ti ke hedhur një video në fakt në rrjetet tua sociale ku të është bërë një dhuratë shumë e veçantë dhe shumë impresionuese, një dhomë e mbushur me trëndafil. Ja këtu s'digjë. Se ke parë ti? Unë e kam parë, po s'digjë. Si kam kërkuar gjë. Që jemi, ta shohim video. Ja tek është video jam. Vesh kam parë video. Kam lënduar, nuk me imon sa her jam gjelozuar, se kuptoja s'veç për kërkoja nga ty. Se tani më kohët unë jam penduar, mirë e di dhe vetë ka poshtruar, po sa kesh ndihem kur s'te kam pranë. Një dhomë mbushur me trëndafil. Ta di babi, ashtë di dhe unë them drejtën, ishte surprizë komplet.
Do me thënë, shoqet e mia i kishin bërë si skem. A, shoqet e tua? Po, shoqet e mia edhe... Se tash të nuk e di kush ti kishte dërguar, se babi nuk e di kush ti ta ka dërguar. Asu nuk e di aq thellë, thjesht e di që janë dashamirësit mia dhe patjetër. Pra nuk është një njeri i veçantë që ka bërë. Nëse do ishte... Do ta kishte zgjer kokën, thoj. Patjetër. Do kishte marrë vesh babi. Po do kishte ardhur. Babi do kishte marrë vesh, besoj, apo jo? Patjetër, i pari. Po të jetë Casey i lumtur, po. Kjo është më rëndësishme. Është më rëndësishme. Apo jo. Si do doje ti të ishte ai djali që do t'i fitonte zemrën Casey? Po sinqerisht, pak simpatike doja në. Ë? Simpatike do. Një kush do ta plotësoj të tillë. Normal. Tani e kemi fisin dhe të bukur. Sa prishim geni. Po sa prishim geni. Ta zbukuroj për rastë. Tjetër? E ti përgjaçi babit, po. Kujdeset. Po. Jeti dedikuar, ha? Patjetër. Patjetër. Rudina unë Marri përgjegjësi që vajzat vinë në dashuri me një mashkull. Marri mashkull. përgjegjësi familje kot si do. Për bukur. Bukur jemi vetë. Që vjen në dashuri me një mashkull që është pak a shumë i përngjan imazhit të babait që është rritur. Që mendoj. Po gjë zot do thotë që po ndodhi ashtu, kështu që po mirë, nuk i di. Ta ketë shkruar. Ka këto natyrat me karakter të fortë, si Sabiani, pavarësisht se është shumë i ndjeshëm që thotë, mund dukesh edhe shumë me karakter si natyrë, që janë të miksuara bashkë aty të gjitha këto.